bashkëpunim dhe me Bashkinë e Durrësit dhe ku ecuria e punimeve po ecën shumë mirë për muzeun arkeologjik aty, duke qenë se dhe ministria ka në fokus veçantë, por edhe bashkitë në promovimin, në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar, në mbetjet arkeologjike, në rrëmujët arkeologjike, në bashkëpunim dhe me universitetet dhe me studentët, por dhe për rikthimin e këtyre godinave të cilat prej vitesh mund të kenë pësuar degradimet e kohës dhe që këto të hapin dyert. Lajmet e mira janë që kjo godin do të hapet shumë shpejt, do të hap dyert për qytetarët edhe për turistët vitin që vjen, shpresojmë brenda 6 mujorit, brenda 6 mujorit të vitit që vjen, dhe ecuria punimeve po ecën shumë mirë. Ndaj kjo është thjesht një muze më shumë që do t'i shtohet, një xhevarir më shumë që i shtohet jo vetëm Durrësit, por dhe qytetit edhe Shqipërisë. Shpresojmë brenda periudhës prill-maj, ndoshta dhe qershor. Në